Mirëmbrëma. Tani që po ju shoh nga këtu që keni duket pamje fantastike këtu. Unë sot, 35 vite më parë, në 24 janar 1991, kam lindur. Do thoni ju ç'lidhje ka kjo. Doja t'ju rishpia në ato ditë midis 8 dhjetorit 1990 dhe 20 shkurtit 1991, po në këtë shesh, po në këtë Shqipëri, në një qytet që ziente, që gumzhinte, që zhurmonte nga hapat tuaja që nuk ndaleshin, derisa vluan arritën pikën e vlimit me 20 shkurt. I mbani mend ato ditë, e mbani mend si keni qenë, çfarë keni menduar, çfarë i thoshit njëri tjetrit. Ju ato ditë keni qenë të gjithë me fytyra të lodhura, të vrara, të veshur gati të gjithë një lloj, po ato ditë ishit të gjithë individualitete, se ishit të gjithë njerëz që kërkonit lirinë. Ato ditë ju as që e mendoni që një ditë dikur do të quheshit heronj, sepse ato ditë ishit bashk. Ato ditë ju nuk e dinit që po shkruanit historinë, sepse vepronit, nuk mendonit asnjë çast. Dhe unë sot dua t'ju bëj një pyetje. Po turp nuk ju vjen? Po rrëzohet kështu diktatura? Si na rrëzut kështu diktaturën me kaq zhurmë, kështu me vrap aty si idiot gjithë aty duke vrapu, duke dalë në shesh? Si u rrëzoka diktatura kështu? Shkon robi merr një doktoratur, diplomohet, lahet, vishet, vesh kollare, vesh kostum, ulet në një studio televizive, hap një program televiziv, jep mendim, jep mend, mbledh analistët aty që të diskutojnë tani hajde si ta rrëzojmë diktaturën. Që të flasin në emër të popullit. Do thoni ju populli jemi ne? Jo, nuk dini gjë ju, e dini ata se çfarë mendon populli. Populli nuk frymëzohet, nuk arrin, po komunizmi i keq ka qenë, po populli nuk arrin të gjithë frymëzimin. Ore si gjetët frymëzimin atëherë në vitet 90-91? Jam shumë kurioze. Na e thoni mama, na e thoni t'ja gjejmë frymëzimin, t'ja japim këtyre sot që nuk na frymëzohen me gjitha çfarë ndodhi në këtë vend, me gjitha vjedhjet e vrasjet e çast ndodh, nuk frymëzohen kurrë më. Na thoni më t'ja themi atyre analistëve, ore t'ju japin mend që t'ju thonë juve me çat frymëzoheni. Me vërtet, si keni jetuar ju atëherë pa analist njëherë, unë s'arrit ta kuptoj. Si keni jetuar dhe si keni dalë në rrugë pa ju thënë analistët në darkë se çfarë duhet bënit dhe çfarë duhet vepronit dhe çfarë duhet hanit. Do thoni ju ne nuk kemi të ham, e din analistët atë puna keni as keni të ham. E din analistët që paguhen nga Rama, se e dini besoj që ato analistët që dalin televizion e paguhen, nuk dalin kot aty darkë për darkë si ju dhimbseni ju. Nga kush paguhen? Nga Rama paguhen, se Rama ka aq shumë lek sa ti paguaj dhe nuk mund dot me argument, mund vetëm me analist paguar që ju thonë juve se çfarë duhet bëni. Po mirë, po ato ambasadat, si shkuat i pushtuat ashtu pa pik turpi, me ashtu si njerëz primitiv dhe nuk pritët çfarë do thonit ambasadorët, çfarë do thotë ambasadori gjerman, çfarë do thotë ambasadori italian, si duhet vepronit ju, çfarë do thotë Amerika, si shkuat ashtu si derrin thes aty. Nuk pritët çfarë do postonte ambasadori në Facebook. Do thoni ju atëherë nuk ishte Facebook, të prisni sa të hapej Facebooku, të prisni të shikoni çfarë do postonte ambasadori, pastaj të reagonit. Si qen ka kjo? Diktaturat në çdo vend, unë nuk e di domethënë, diktaturat në çdo vend bien me etik, bien me qytetari. Shkuani than Ceaușescut, ju lutem shumë zotëri, hikni nga qeverisja, nuk duan të ndrojmë qeverisjen me shumë qytetari, Ceaușescu iku, i dëgjoj, be mirë kuptim, i dha dorën, asnjë ç'shkëll dhun kështu që jeni kështu kaq njerëz primitiv, shkuat na rrëzuat diktaturën kot, shkuat aty me 20 shkurt lat nam aty, tu zën me policët aty si njerëz, nuk e di domethënë ç'a qytetarie. Po ç'a bëni kështu? Babi im i pari, unë isha një fosh, duke pirë gjirin e nënës, gati asnjë muaj s'kisha mbushur, babi si idiot aty duke luftuar, duke tërhequr zvarr shtatoren. Po ç'a bëni kështu më? Po si na rrëzuat diktaturën kështu? Po do ishim rahat sot, nuk do ishte rrëzuar diktatura, madje me këtë mendësi nuk do ishte rrëzuar, nuk do kishim dal kundër as Prandërisë Osmane, nuk do kishim Shqipëri fare, më do ishim rahat. Shkut në hapët punë dhe në hapët shumë punë, se ajo shtatorja që keni tërhequr zvarr me 20 shkurt 1991, ju nuk e dinit,
po atë zhurmë shtatore që vazhdon të dëgjohet dhe sot e kësaj dite, derisa diktatori të tërhiqet zvarr i gjallë dhe jo në bronz, e dëgjonte një foshë që po thithte gjirin e nënës teksa babai i saj ishte në shesh. Ajo foshë sot është 35 vjeç. Ajo foshë është demokracia. Faleminderit.